Mbrëmje 9 e spektaklit më të ndjekur të momentit, Ferma VIP erdhi me një larmishmëri emocionesh, vendimesh të forta dhe zhvillimesh të papritura që ndryshuan rrjedhën e lojës. Prajmi u hap me një vendim që askush nuk e priste. Ermiona kërkoi në mënyrë të menjëhershme ndërprerjen e rrugëtimit në fermë. Edhe pse eksperienca e saj zgjati më pak se 2 javë, fermerja vendosi të tërhiqej nga gara, duke e bërë këtë largim një nga më të papriturit deri më tani. Unë do ta lej tani në këtë moment, Arbana. Largimi i saj u bë pas leximit të verdiktit të publikut, ku ajo dhe DJ Bujaka rezultuan më pak të preferuarit e kësaj jave. Ika, falem vetëm. Pas këtij momenti, vëmendja u zhvendos tek sfida e radhës. DJ Bujaka, i cili ishte më pak i votuari nga publiku, shkoi në një sfidë me Mozën dhe Ervinin. Në sfidë së bashku me Bujakën, do të shkojnë Ervini dhe Mimoza. Në këtë përballje të fortë, ishte Moza ajo që arriti të siguronte fitoren, duke çuar DJ Bujakën dhe Ervinin në një televotim kok më kok. Tashmë fati i tyre mbetet në dorën e publikut, i cili do të vendosë të hënën se kush do të largohet përfundimisht nga gara. Kok më kok në një televotim, të cilin e deklaroi zyrtarisht të hapur. Ndërkohë tensionet brenda fermës i arritur ndjeshëm. Fermerët duken të ndarë qartë në dy kampe rivale, duke bërë konkurrencën për çmimin e madh edhe më të fortë. Shkeljet e vazhdueshme të rregullave kanë ndikuar drejt për drejt në fondin e çmimit, i cili ka pësuar një ulje drastike duke zbritur nga 200.000 euro në 149.000 euro. Një tjetër moment kyçimbrëmies ishte surpriza që të rënditi jo vetëm Fabiolën, por edhe raportin e saj me Adionin. Vëllai i saj Fabioni hyri papritur në ambientet e fermës, duke shprehur hapur shqetësimin për afrimitetin e saj me fermerin. Me një qëndrim të prerë, ai i kërkoi motrës të largohej nga gara dhe të rishikonte raportet e saj. Përballë këtij presioni familjar, Fabiola vendosi të vijojë rrugëtimin, duke planuar të shkëputësë marrëdhënien me Adionin, një vendim që pritet të ndikojë në dinamikat e ardhshme të lojës. Në një kontrast emocionesh, mbrëmja solli edhe një moment të ndjerë. Rrëfimi i kresës preku thellë publikun dhe fermerët, duke zbuluar një anë më personale të brishtësisë së saj. Surpriza nga babai shtoi edhe më shumë emocionet, ndërsa mesazhet dhe këshillat e tij u kthyen në një nga kulmet më njerëzore të kësaj nate. Mes largimeve, përballjeve, tensioneve dhe emocioneve të forta, mbrëmja e 9 e Ferma VIP konfirmoi edhe një herë se loja ka hyrë në fazë vendimtare. Ndaj, mos u mbisni asnjë moment, live 24 orë si dhe në përmbledhje ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus.